ndroi jetë në datën 27 janar në moshën 69 vjeçare. Pjetër Leka i Vezaj, një nga figurat simbol qendresës shqiptare ndaj represionit jugosllav dhe një emër i njohur i komunitetit shqiptaro-amerikan dhe atij të Michiganit. Familja njoftoi se ai u shua paqësisht në shtëpinë e tij rrethuar nga të dashurit, ndërsa lajmi u bë publik nga Kisha Katolike e Shën Palë. Pjetër i Vezaj mbetet i njohur për arrestimin e tij në vitin 1986 nga autoritetet jugoslave në Maltëzi, një rast që tronditi diasporën shqiptare dhe u kthye në simbol të përndjekjes politike të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Arrestimi i tij u pa gjërësisht si një përpjekje për të heshtur një zë të angazhuar për drejtat e njeriut dhe lirinë kombëtare, veçanërisht përmes pjesëmarrjes së tij në demonstrata anti-jugosllave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara. Rasti i njohur si çështja e Vezaj mori përmasa ndërkombëtare fal mobilizimit të komunitetit shqiptar-amerikan dhe ndërhyrjes së institucioneve amerikane, në mbështetjen e Kongresit të Shtetit Bashkuar, përfshirë kongresistin e Michiganit William Bromfield, si dhe angazhimin e veprimtarëve të mirënjohur të komunitetit si zoti Ekrem Bardha ushtruar presion diplomatik që çoi në lirimin e tij nga burgu. Figura e Pjetër i Vezajt u vlerësua dhe nga mendimtarë shkrimtarë të shquar shqiptar. I madhi Ismail Kadare quajti rastin e tij një vetëtim që parameroi stuin, ndërsa Dritor Agolli theksoi se regjimi komunist u detyrua të riqe përballë qendresës së tij, edhe Recep Qosja e pa fatin e Vezajt si një paralajmërim të ndryshimeve historike për shqiptarët e Kosovën. Historia e tij është e dokumentuar gjithësisht në librin Klithma e një shqiponje të autorit Dr. Fran i Vezaj, vëllai i tij, një dëshmi e vuajtjes dinjitetit dhe rezistencës së një familje një komunitet të tërë. Me ndarjen nga jeta të Pjetër Leka i Vezajt, komuniteti shqiptar humbet një dëshmitar të gjallë të një epoke të errët, por trashëgon një obligim moral të mos harrojë. Kujtimi i tij mbetet simboli i qendresës, lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Pushoft në paqe.